Qytet parallash, kështu e ka vlerësuar Gjirokastrën shkrimtari austriako-gjerman Daniel Kehlmann, i cili në një takim me lexuesit e qytetit të Gurt prezantoi librin e shqipëruar nga Ana Kove Loj Dritash, një histori për lirinë, artin dhe diktaturën, që ka në qendër regjisorin e famshëm Georg Wilhelm Pabst. Ja, ich freue mich natürlich sehr, da zu sein. Ky qytet është shumë i bukur, është i mrekullueshëm, është qytet parallash. Zor ta besoj që ndodhem këtu. Është një qytet i magjishëm, i rrethuar nga malet. Jam shumë i lumtur që librin tim po e prezantoj sot në shqip. Romani quhet Loj Dritash. Është një histori e vërtetë e një regjizori që në kohën e nazizmit do udhëtonte në Hollywood, u aratis dhe për arsye familjare. U kthye sërish dhe bëri filma për nazistët. Kjo është një histori për lirinë dhe për mungesën e lirisë, për artin, diktaturën dhe unë shpresoj shumë që dhe lexuesi shqiptar me historinë e tij të gjej veten. Sie ist nach Hollywood geflohen ist und dann Botuesi Arena Toçi zbulon edhe arsyen pse zgjodhi Gjirokastrën dhe shtëpinë e Kadares për të prezantuar këtë libër, me të cilin është zyrtarisht një nga 6 finalistët për Booker Prize 2026. Shqipe është romani i tretë që ne botojmë në gjuhën shqipe, Tili ka qenë i pari, F-ja i dytë dhe Loj Dritash i treti. Por Daniel Kehlmann botohet në Gjermani nga Random House, një nga shtëpitë më të mëdha botuese që njihet ndërkombëtarisht. Dhe duke u botuar nga Random House, është edhe ai që bën ndërmjetësimin midis botuesit dhe lexuesit në gjuhën gjermane të Kadares. Çdo libër i Kadares që botohet në Gjermani ka mbishkrimin apo ka përcjelljen e Daniel Kehlmannit në kopertinë. Kështu që është një nga njohësit më të mirë të veprës së Kadares në gjuhën gjermane gjithmonë, dhe që e përcjell ato për lexuesit gjerman. Dhe lexuesit gjerman e zgjedhin Kadaren për madhështinë e tij, por edhe sepse u përcjell Daniel Kehlmann. Kështu që ne sot kemi për t'i kthyer një borxh të madh nga Gjirokastra Daniel Kehlmannit dhe t'i tregojmë që edhe ne e duam dhe e nderojmë letërsinë gjermane dhe gjithçka mesazhet që vijnë prej kësaj letërsie dhe prej atij vet, prej Daniel Kehlmannit, i cili ka pasur pikërisht të mision në gjuhën gjermane të përcjell librat e Kadares për lexuesit gjerman. Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi shpreu mirënjohjen për vizitën në Gjirokastër duke u shprehur: Falenderoj shkrimtarin që gjeti mundësinë edhe sigurisht për të bërë të promovim këtu në Gjirokastër, këtu në Muzeun Kadare. Ashtu si kundër e tha edhe dhe nuk është i vetmi në fakt, Gjirokastra është dashuri e parë dhe ngelet në fakt për gjithë ata të huaj që vinë dhe vizitojnë qytetin, edhe unë besoj fort, si kundër të tjerët, që nuk do jetë vizita e fundit, pra është e para, por jo e fundit dhe ashtu si kundër kanë bërë edhe të tjerët, artistët, shkrimtarët, ambasadorët, patjetër do të jetë dhe ambasadori i Gjirokastrës atje ku do shkoj dhe për emrin që ka, edhe për personalitetin që ka, patjetër që Gjirokastra e meriton një ambasador të tillë. Shumë faleminderit edhe unë besoj fort se do të kemi aktivitete tjera së bashku. Shkrimtari i përkthyer në shumë gjuhë të botës në këtë vizitë në qytetin e Gurt u shoqërua nga atasheu gjerman i kulturës Jan Maibaum dhe zëvendës ambasadori austriak Martin Schaller. Deze Leute sprechen ihren Johann Thema, es sind de chief organisator de partneret, që bent mundur këtë der Basketballungen die Tür te vier. I lindone minich de irito ne bien, Daniel Kehlmann kan rua ne karriere fantastique, si shkrimtar ne de kompetar, Rapper der Tian Perkthir ne schon Chuhat, der Lektoren mit baren Worten. Natürlich an die Organisatoren hier im Kabaretthaus. Së pari falënderimet të mëdha për qytetin e Gjirokastrës, sidomos për organizatorët dhe ata të shtëpisë Kadare këtu. Es freut uns sehr, dass wir heute Ihre Gastfreundschaft hier genießen können. Sowohl natürlich für Herrn Kehlmann als auch für uns von der österreichischen und der deutschen Botschaft ist es eine große Ehre, hier zu sein. Nderimi i madh për ne që ju e nderuat kaq shumë shkrimtarin gjerman, por njëkohësisht edhe ne si ambasadë gjermane dhe ambasadën austriake. Me shkrimtarin gjerman, me famë ndërkombëtare, patën fatin të takoheshin edhe një grup të rinj të shkollës Pandeli Sotirit, të cilët bashkëbiseduan me të në gjuhën gjermane.